Për më pak se 24 orë, shteti mori borx 1 miliard euro me një euro obligacion të ri dhe me njëherë shleu 700 milion euro nga euro obligacioni i marrë në vitin 2020. Ky sprint për shlyerjen e borxhit të vjetër, i cili do të skadonte në qershor të këtij viti, ka për qëllim kursime, të cilat më pas do të mbulojnë një pjesë të kostës për lëshimin e euro obligacionit të ri. Euroobligacioni i ri dhe pjesërisht tashmë i shpenzuar është ndarë në 2 pjesë me afate të ndryshme skadimi. 500 milion euro do të kthehen brenda 4 vjetësh me normë interesi vjetore 3.875%, ndërsa 500 milion euro të tjera do të kthehen brenda 8 vjetësh me normë interesi vjetore 4.75%. Për Ministren e Financave, normat e interesit të arritura djeja një sukses e jashtëzakonisht i mirë për shtetin në tregjet financiare ndërkombëtare. Ваквата структура возможува оптимално распоредување на обврските во среден и долг рок, како и дополнително намалување на ризиците поврзани со рефинансирањето. Особено значајно е што успеавме да пласираме 8-годишна обврзница, доспевање кое последен пат беше постигнато пред повеќе од 20 години. Ова представува силен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики, реформската агенда и стабилноста на земјата. Përveç normave të interesit, të cilat janë jashtëzakonisht të mira dhe me marsh historikisht të ulët, gjë që do të thotë se shteti do të paguajë më pak mbi Euriborin e vjetër. Për ministren i mirë është gjithashtu fakti që për herë të parë tek obligacioni 8 vjeçar si blerës ka dalë një nga fundet më të mëdha pensionale në SBA. Kjo si dhe numri i madh i investitorëve të njohur, për Dimitriës Kakoçoska është tregues që obligacioni do të shitet më rrallë në tregun dytësor. Megjithatë, sot në konferencën për media u bë e ditur se këtë vit do të duhet të kthehen borxhe të vjetra prej 1 miliard e 563 milion euro, ndërsa gjatë 5 viteve të ardhshme, duke përfshirë vitin 2026, duhet të shlyhet borxhi prej 8 miliard e 804 milion euro, që është mbi 2 miliard euro më shumë se sa ishte parashikuar në mes të vitit të kaluar. Për ministren nuk ka ndonjë rritje misterioze të detyrimeve. Ние имаме само повеќе од 2 милиарди одобрени кредити, кои што се уште не се пласирани. Кредити одобрени од 2019-18 со слаби реализации, но тие договори не се прекинати. И тие ги предвидуваме сега во овој период согласно динамиката. Ако во претходната фискална стратегија не сме можеле да ги предвидиме бидејќи динамиката на реализација била послаба, сега веќе во оваа фискална стратегија сме ги предвиделе и тие менуваат структурата. Sipas informacioni, gjatë këtij viti planifikohet një huamarrje tjetër në tregun ndërkombëtar për të mundësuar shlyerjen e të gjitha detyrimeve të marra dhe të skaduara. Deri më tani, Maqedonia ka lëshuar 10 euro obligacione.